Prodhimi I energjisë elektrike në Kosovë ka shënuar rritje të konsiderueshme gjatë dekadës së fundit, duke arritur nivelet më të larta në vitet 2022-2024, sipas të dhënave zyrtare të Korporatës Energjetike të Kosovës, që mbulojnë periudhën 1962-2024. Sipas të dhënave zyrtare, prodhimi I energjisë elektrike ka filluar në vitin 1962 me kapacitete shumë të kufizuara, kryesisht nga njësitë e termocentralit Kosova A. Gjatë dekadave në vijim, prodhimi ka shënuar rritje graduale me zgjerimin e kapaciteteve prodhuese dhe vënien në funksion të njësive të reja. Një rritje e dukshme vërejt pas vitit 1984, kur prodhimi realizohej nga 5 njësitë të termocentralit Kosova A dhe 2 njësive të termocentralit Kosova B, duke arritur mbi 5600 gigawatt në fund të viteve 80. Megjithatë, periudha e viteve 90 dhe fillimi I viteve 2000 karakterizohet nga luhatje dhe rënje të prodhimit si pasojë e faktorëve teknik dhe zhvillimeve të përgjithshme ekonomike. Nga viti 2009 të tutje, prodhimi I energjisë elektrike hyn në një fazë të re rritjeje me funksionimin e 3 njësive, termocentrali Kosova A dhe 2 njësitë e termocentralit Kosova B. Kulmi është arritur në vitin 2022 me një prodhim prej rreth 6663 gigawatt, ndërsa nivelet të larta mbi 6000 gigawatt janë ruajtur edhe në vitet pasuese. Në këtë grafik mund të shihni një pasqyrim të prodhimit të energjisë elektrike gjatë viteve 1962-2024.